6 janar, ngriruni për vendin tuaj. 5 vjet më parë, ndodhi ajo që u quajtur si rebelim madhor në Capitol Hill dhe gjykatat hetimet e mëdha të Jack Smith akuzonin presidentin Trump. Gjykata Supreme ndërhyri, duke thënë që presidenti ka imunitet për çdo gjë, për vendim që merr kur është në zyrë dhe u mbyllën. Por kjo s'do të thotë që mbasi të largohet nga president, 2 dosjet që janë me shtetet, jo federale si akuza, mund të hapen përsëri për presidentin Trump. Këta janë mejf. Presidenti Trump ka ndërhyrë me forcë në Venezuelë dhe Departamenti Amerikan i Shtetit dje ka pasur në faqen zyrtare, kjo është hemisfera jonë. Nuk do të ndalë zoti Trump me Venezuelën, do të vazhdoj me Kolumbinë, me Kubën, turistit madhe me Meksikën, ndërkohë që ka dalë dhe njëherë çështja e Grenlandës si themin në Shqip, dhe një nga këshilltarët e tij më të fuqishëm, Stephen Miller, tha që askush do të luftonte kundër forcave amerikane për të ardhmen e Grenlandës. Jo kam thënë që ambasadori Bolton ka thënë që dikur, kur është bler Alaska, thuajse ishte gati që të blihej dhe Grenlanda, por Senati dhe Kongresi nuk e ka ratifikuar. Zgjidhja e Grenlandës është më e thjeshtë, është një bazë ushtarake amerikane, mjafton të rritet numri ushtarëve amerikanë. Dhe kjo zgjidhet, ideja që nga Danimarka thonë që në qoftë se Amerika do të marrë Grenlandën, ushtarakisht do të thoshte fundi i NATO-s. Me Trump ka pasur shumë if më parë, por ai i ka provuar gjithë rrongë. Në lidhje me Venezuelën do doja të bëja një paralele me Shqipërinë. Narkoshtet, familjarët e Maduros, të akuzuar dhe të hetuar nga amerikanët për trafiqet, familjarët e Ramës gjithashtu. Dhe një tjetër që kudo që sundojnë qeveri socialiste, sepse kështu ishin ata që ende janë pushtet në Venezuelë socialist, pushteti i grave të kthyer në përbindësh është madhor. Gruaja e diktatorit Maduro ka qenë prokurore përgjithshme. 2 nipat e saj, që quhen narkonipa, janë dënuar me 18 vjet të burg si trafikant kokaine në Amerikë, por administrata e Bidenit i ka liruar kur është bërë një shkëmbim të burgosurish. Ajo ka qenë prokurore përgjithshme. Ka qenë avokate a mbrojtjes falas për Chavez kur ka qenë i dënuar, dhe kur Chavez doli nga burgu, e ka emëruar si prokurore të përgjithshme. Deja ka 20 vjet që heton për trafiqet e Maduros. Dhe një nga ish zyrtarët e Dejas ka deklaruar dje për një kanal televiziv amerikan që do të ketë dëshmimtar me fakte. Çifti presidencial ka qenë i angazhuar për trafiqet e kokainës në lidhje me Kolumbinë për të financuar fushatën elektorale të tij dhe fakti i miliona dollarëve të bllokuara në Zvicër. Ekuacioni i Venezuelës nuk është aq i thjeshtë. Mua më vjen abi, po dhe nuk më vjen që Rama vetë nuk flet, se është trembur, dhe të gjithë i urojnë që të flerë me bizhama, për çdo rast. Por flasin lëtyrat e paguara nga ai në mediat e kontrolluar nga paratë e krimit. E drejta ndërkombëtare. Sot Wall Street Journal, gazeta më e madhe djathtë amerikane, pronë Murdochut që është pronari Fox News, fliste pikërisht për këtë çmenduri të madhe të disa liderëve të majtës këtu por edhe në botë, për atë që quhet shkelja e ligjit ndërkombëtar. Ja thash dhe dhe mundova t'ja them që një president që nuk është legjitim nuk ka imunitet. Dhe aq më tepër që është një president i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, që në qoftë se ka një mandat arresti, FBI arreston gjithkund ku doj. Natyrisht që të shkosh të pushtosh një vend, duhet marrësh leje nga
OKB-ja, Këshilli i Sigurimit, por presidenti Trump ka thënë që nuk ka qenë pushtim, ka qenë thjesht ligjzbatuesit kanë marrë në dorëzim një të akuzuar për trafik droge. Dan, që në Shqipëri të dalësh kundër zotit Trump për të ardhur mbas qefit Ramës është absurde. Aq më tepër që Amerika në thonë se e ka shkelur atë ligj ndërkombëtar kur çiroi Kosovën. Trump kërkon që Venezuela të ketë një qeveri dashamirëse me Amerikën, pro-amerikane, të largojë Kinën dhe Rusinë si dhe Iranin. Këtë mund të realizojë edhe me besnikët e Maduros. Dhe kjo e gjitha mbas analizës të bërë nga CIA, të cilët i kanë ofruar zotit Trump këtë zgjidhje. Venezuela duhet të drejtohet nga besnikët e Maduros për të mos shkuar te gabimi i Irakut. Por kjo nuk do të thotë që presidentja e betuar është legjitime. Rubio e hodhi poshtë, ajo nuk është legjitime. Do të jepet një mundësi Venezuelës për një pajtim kombëtar, se nëse nesër bëhen zgjedhje, fiton kandidatja e opozitës. Por është shumë e vështirë në një vend ku ushtria kontrollohet nga lidhjet me trafikantët. Nuk do të donin amerikanët një luftë civile në Venezuelë. Kur presidenti Bush përgatitej të sulmonte Irakun, një nga këshilltarët e tij ekonomik i tha që kjo do të kushtonte $200 miliardë. Lajmësin e keq nuk e do askush. Bush e ka shkarkuar këshilltarin e tij. Në fakt, Amerikës dhe Bushit Iraku i kushtoi $2 trilion. Dhe u deshën 20 vjet që Iraku do të trafishonte prodhimin e naftës. Shtetëzimi i naftës në Venezuelë nuk ka nisur me Chavez. Ka nisur në vitin 1976 me presidentin Perez. Janë larguar kompanitë korporatët amerikane të naftës, të cilat kishin investuar $5 miliardë. ExxonMobil i kanë hedhur në gjyq dhe kanë marrë diçka shumë të vogël. Por Chevron, kompania amerikane, ka vazhduar të bëjë biznes në Venezuelë. 30% e naftës që nxirrej në Venezuelë i takon të Chevronit. Ideja që kompanitë e mëdha të naftës do të investojnë përsëri është me një if të madh, sepse pa patur stabilitet dhe përfitimet të mëdha, askush nuk do të guxonte të rrezikonte, sepse kompanitë amerikane, kur larguan nga Venezuela, kanë investuar $200 trilion në Kanada. Suksesi kryesor është largimi i Kinës, turprimi i Rusisë dhe shuplaka ndaj Iranit. Kompleksi industrial ushtarak, ai që quhet Deep State, dhe në këtë rast CIA, kanë përpiluar çdo gjë. Por vetëm një president si Trump do të bënte këtë lloj gambling për të bërë atë marrje arrestim peng në këtë mënyrë brillante. Unë do doja që zoti Trump të kishte qenë presidenti i Amerikës në vitet 80, të na jepte ne atë kënaqësi të madhe që kanë sot njerëzit e lirë të Venezuelës me diktatorin si Enver Hoxha. Gjithkush që çmon lirin duhet të gëzuar. Ambasadori Bolton dje tha që I am happy që Maduro is out. Do doja të njëjtën gjë në Kubë. Por Bolton i tha që është gabim të mos shtysh për ndryshim regjimi për të sjellur opozitën në pushtet. Në qoftë se bëhen zgjedhjet nesër, kandidati i opozitës fiton. Problemi është se lidhur me doktrinën Monroe, ose siç jo kanë thënë unë Monroe, Bolton thotë që Trump në mënyrë abstrakte nuk përpilon dot, por janë njerëzit afër tij, të cilët duan doktrinën Monroe. Duan që hemisfera perëndimore
është dominancë amerikane. Dhe kështu duhet jetë. Kina i kishte dhënë në UHA 60 miliard dolar Venezuelës. Dhe nuk donte pagesën dollar, por me naftë. 536.000 fuqi në ditë shkonin në Kinë. Ndërkohë që Venezuela aktualisht nxjerr rreth 900.000 fuqi në ditë. Përpara se Chavez në 2007 të bënte shtetëzimin, ishte 3 milion fuqi në ditë. Diktatori ka larguar 7 milion vetë, Rama 1 milion. Paralelja është kjo që gratë përbindshë në çdo qeveri socialiste kontrollojnë. Cilësohet si Lady Macbeth, gruaja e presidentit Maduro arrestuar gjithashtu. 2 nipat të saj, ndaj thonë narkonipat, janë dënuar me 18 vjet burg në Amerikë për trafik drogë. Ka qenë një burg sigurisht të madhe. Administrata Biden i ka liruar mbasi kanë bërë një marrëveshje për shkëmbim të burgosurish. Ka qenë doktrinë e vitit 1823, ku deklaronte që Amerika Veriore dhe Jugore janë larg çdo sundimi dhe ndërhyrje të fuqive europiane, duke ndaluar kështu zgjerimin e perandorive koloniale. Por kjo doktrinë ka bërë që të deklarojë se sferë të ndikimit amerikan kërkon që kjo të rigjallërohet. Por ka shumë lider botëror që ankohen sepse është dënuar sovraniteti një vendi tjetër. Të parët që ishin kundra ishte qeveria e Kubës, duke i quajtur një agresion fashist dhe imperialist. Gjithashtu edhe kryeministria e Groenlandës, ose kryeministri Nielsen, e quan këtë të papranueshme dhe jo të respektueshme. Trump sot ka pasur një takim me republikanët e Kongresit, duke diskutuar për planet e legislativit për vitin që vjen. I jep një mundësi presidentit të flasi me një grup miqësor për diskutuar mbetjen e mandatit të tij. Natyrisht që planet e Trumpit për Venezuelën, si dhe në planet që ka me vende të tjera, kanë krijuar një ndarje tek baza konservative republikane, të cilët kanë idenë që Amerika nuk duhet të përfshihet në lufta afatgjata dhe nuk duhet të ngatrohet fare me problemet me vendet ndryshme. Dhe kanë një shqetësim sepse i kujtohet vitet 2000 deri në 2010 me konfliktet në Iran dhe në Afganistan, të cilat quheshin si luftra të huaja dhe Trumpin fushat, që në vitin 2016 ka thënë që kjo nuk do të ndodhë me politikën e tij të jashtme. Shumica republikanëve kanë qenë mbështetës për zotin Trump me operacionin ushtarak për kapjen e Madurës. Por ka dhe kundërshti. Senatori Paul ka dreguar me gisht se gjithë e keqja ka ardhur nga senatori i South Carolinës, Lindsey Graham, i cili ka qenë që ka shtyr dhe ka yshtur presidentin Trump në këtë qasje të politikës jashtëm. Gjithashtu, ai po e nxit që presidenti Trump të rrëzojë edhe qeverinë komuniste të Kubës. Siç raportohet, shumë republikanë janë kundër të futjes së trupave amerikane në tokë në Venezuelë. Dhe Trump është munduar që
të bëj disa deklarata që nuk do të hyjë ushtarakisht, por këshilltari i tij, zëvendësi i shefit kabinetit, Miller, tha që amerikanët po drejtojnë Venezuelën. Dhe zyrtarë tjerë të administratës kanë raportuar në Senat, duke thënë që Trump e ka aprovuar që zëvendës presidentja Delcy Rodriguez të vazhdoj si lider e Venezuelës, të paktën për çastin, për momentin. Dhe ajo është në mënyrë formal caktuar si presidente në detyrë. Por senatorë republikanë janë të shqetësuar që çfarë ndodh mbas kësaj. Shumë kongresmenë dhe senatorë mendojnë që zgjidhja më logjike do të ishin zgjedhjet të reja elektorale. Por Trump nuk nxitohet. Spikeri i Kongresit Johnson kundërshtoi atë që Amerika është në luftë me Venezuelën. Ai thotë që trupat ushtarake nuk po e pushtojnë. Ai, por dhe lideri i majorancës së Senat, John Thune, tha që nuk ka pasur nevojë kjo ndërhyrje të kishte aprovimin para nga Kongresi Amerikan. Në briefing që është bërë nga administrata, me ato që quhet Gang of 8, me 8 figura drejtuese, spikeri i Kongresit, kryetari i majorancës në Senat, janë numret 2 të tyre dhe krerët e inteligjencës dhe komisioneve të forcave të armatosura. Ndërkohë, ajo që ka krijuar probleme është se Trump i ka hedhur poshtë mundësinë që lidereja e opozitës Maria Corina Machado të bëhet udhëheqëse e vendit, duke thënë që ajo nuk e ka mbështetjen e popullit. New York Times i ka raportuar që Trump nuk mbështet Machadon sepse CIA ose Deep State ka kundërshtuar këtë. Pra nuk është thjesht ajo që nuk dorëzoi çmimin Nobel që e meritoja unë, por është raporti i CIA-s që e ka detyruar zotin Trump të mos mbështet. Ndërkohë një gazetar i Fox News-it, Sean Hannity, i njohur si propagandist për Trumpin, thotë atë çmim, ai është çmim për popullin e Venezuelës dhe ne duam që çmimi t'i jepet, t'i dorëzohet zotit Trump. Machado nuk ka folur me Trump që nga tetori, kur ajo e dedikoi me fjalë çmimin Nobel. Ndërkohë, çmimi i naftës crudo dje pati një rritje që tregon që tregu nuk beson tek ringjallja e industrisë naftës Venezuelës. Por Trump tha që unë kam besim tek kompanitë amerikane të ndihmojnë të rindërtojnë industrinë e naftës në Venezuelë duke investuar. Një nga drejtorët e Baker Institute, Francisco Monadi, thotë që ka pjesë të industrisë naftës në Venezuelë që janë shkatruar tërësisht. Dhe sipas tij duhet $100 miliard dhe mbase një dekadë që kjo industri të ringjallet. Nuk është e thjeshtë. Presidenti ka drejt që kjo do të çojë tek ulja e çmimit. Por ky lloj përfitimi nuk do të jetë menjëhershëm, do të marrë kohë. Sot dhoma e demokratëve në Kongres do të kenë një hearing lidhur me 6 janarin, me sulmin e Kapitolit dhe disa veprime të ndryshme të ndërmarra nga Trump. Ndërkohë që i dërguari special Witkoff dhe dhëndri i llastuar Jared Kushner do të përfaqësojë Amerikën sot në një bisedë me aleatët e Ukrainës në Francë
për të diskutuar garantitë e sigurisë për Ukrainë. PBS është korporata publike, siç është TVSH-ja, bordi ka votuar formalisht që të shkrihet bordi i saj, nuk do të marrë asnjë përkraje mbështetje nga zoti Trump. Ju thash edhe një herë që ka paralele midis narkoshtetit Ramës dhe narkoshtetit Madurës. Jo thjesht janë dy parti socialiste si në Venezuelë dhe në Shqipëri, por qasja e korrupsionit të madh dhe të trafiqeve me grupet familjare. E majta kudo në botë nuk beson tek aftësia, tek profesionizmi, por është më shumë klanore, te fisi, te nepotizmi shumë i madh. Faktet e shumta të Ramës, te Akshi, me njerëzit familjar, duke vjedhur miliona dollare tregojnë. Natyrisht që çështja e Venezuelës ka një shtysë pozitive për gjithë kënd që kërkon që trafikantët, shtetet që sundohen nga diktator, po i vjen fundi me qëndrimin e re të administratës amerikane. Por ka dhe një problem tjetër. E mbani vend në vitin 1991, kur shqiptarët ishin përgatitur për fitoren e parë e zgjedhjeve, ndodhi lufta në Irak dhe u spostua vëmendja. Megjithatë, akti i kaluar për Ballkanin do ta kthejë vëmendjen edhe në Ballkan. Lidhur me Sazanin, Rama ka luajtur me 3 porta, ka pasur vetëm një kontratë paraprake, por unë gjithmonë kam thënë që media amerikane, e majta amerikane do ta sulmonte keq, do të binte bara mbi Trump. Dhe unë shpresoj që të ndodhë ashtu si serbët e shporrën e të detyruan të ikte Kushneri nga investimet në Beograd, këtë ndodhë edhe në Sazan. Natyrisht, problemi më të madh Rama e ka në SPAK. Dhe janë shqiptarët ata që do t'i tregojnë fundin e merituar. SPAK mbështetet, drejtohet nga amerikanët dhe më duhet ta them edhe një herë, kur ky vend thot si Noriega, dhe media amerikane askush nuk përmend Noriegën e 89-s me Bushin plak, por merren me Madurën, me shkeljet e ligjit ndërkombëtar nga zoti Trump. Ky vend i madh nuk është zhandar ndërkombëtar, por në hemisfere nuk do të ketë akses as Kina, as Rusia. Dhe ato raketat që Erdoğan, tjetër autokrat, gjysmë diktator, bleu nga Rusia, duke sjellë konflikt madh me Amerikën, janë nul. I shkatroi sulmi amerikan Venezuelë. Duke treguar edhe një herë që ushtria amerikane është dekada sipër kundërshtarëve armiqësor të këtij vendi të madh. Ju falenderoj. Kudo në Shqipëri.